nuk jam mua me babën e djalit. Edhe filloj mos me shku në shkollë, e si të veçale më qoven gjikoda. Në psikiatra vetë ashtë thoi jetë se fëmija është shumë i lidhur me ty. Po, normal se është i lidhur me mua, se qysh ditën si ka linë, dhe sot vetëm u pa po. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Mirë, ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Zyri të Zvicrës. Do hapdritaren për një nën, ajo është 32 vjeç, shkodrane, por në fakt ka emigruar me familjen e saj kur ka qenë fëmijë dhe është rritur fillimisht në shtetin italian, aty ku u bë dhe vetë nën, solli në jetë një fëmijë, por fatkeqësisht u divorcua nga bashorti kur djali ishte vetëm 9 muajsh. E rriti e vetë me djalin, më pas krijoi jetën, u martua me partnerin e saj të dytë, ku ka sjellë jetë edhe një vajzë. Është detyruar të braktisë Italinë për shkak të asistencës sociale, sepse kjo e fundit kërkon t'i marrë djalin nga martesa e parë. Kjo nën ka marrë 2 fëmijët, bashkëshortin dhe është arratisur drejt Zvicrës dhe ka gjetur strehim në Zyri, por ka shpëtuar djalin, por veten e saj jo, sepse tashmë po kërkohet nga drejtësia italiane. Por çfarë ka ndodhur dhe pse kësaj nëne i kërkohet i merret fëmia, do të jetë pikërisht Bruna që do na i rrëfej ditën e sotme me këtë histori dhe padyshim që ajo kërkon ndihmë, kështu që e përshëndes më një herë. Bruna, përshëndetje nga Tirana. Shëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju ku jetoni, nga po më merr në këto momente? Unë jetoj në Zurigo. Jeni në Zvicër. Por më ke telefonuar se ke një problem. Po. Që kërkon ta denoncosh. Si ke gjatë. Si ke gjatë si muhabet. Po të dëgjoj, mund të më tregosh. Unë kam positu deri vjetë. Kam një vjetë që jetoj në Zvicër. Po. Kam positu të sa vjetë në Itali. Kam unë 7 vjetë në Itali me nanën e babin e në familjen teme. Edhe para 3 vjetë, në problemi me djalin, se kam një djalin, atë më vjeçtesh. Po. Ku ka kanë shkas të tretë, që me i fje të ba dhe probleme, mas një gjatë, nuk vijë shpi, mas i flitë. Edhe një moment se nuk mujta ma me se të di e Shqipe, se më rritë në Italia nuk e... E kuptoj. Atëre, më lijo të pyes unë që ta kuptojmë qartë historinë. Po, ma njerë, po. Ju jeni me origjinë nga Shqipëria, nga cili vend? Në Shkodër. Ai je shkodrane. Po. E dashur, ti je martuar dhe ke një djalë. Po. Po, me ish borën, kam kanë martu të 18 vjeqe. Sa vjeqe je martuar? Jam 18. 18 vjeqe? Po. Buri është edhas... Jam në... Falë? Buri është edhas italian apo shqiptar? Jo, është shqiptar. E qartë... Po, jemi do, ku ka kanë djalin në mundsh. Nuk jam mua me babën e djalit. E kuptova, e ke rritur e vetë me djalin? Po, bela, në familjen teme. Por pse kjo martesë kaq e shkurtër? Pak si burra shqiptar, më përdorin pak durt. Je dhunuar? Edhe dhunuar ma. Po, edhe nuk edhe momenti se ta shtap. Më vjen keq, sinqerisht. Por ai shkodran ishte? Po, jena kushi. E qartë. Dhe për shkak të dhunës ti nuk qëndrove gjatë me babain e djalit. Da, okay. Djalin e ke rritur e vetme me nënën dhe babain. Po. Por babai i ti është interesuar ndonjëherë për djalin? Ashtë, merë në telefon për herë, nuk asë më kanë nërë. Ajtë është ka familjen e vetë, ka bërë e familjen e vetë, edhe unë kam familjen teme. E qartë, kuptueshme. Ashtë momente. Por jo, a mban kontakte djali me babain? A është interesuar babai për djalin? Po.
E dashur, por çfarë ka ndodhur me djalin? Ti e ke rritur e vetë me djalin dhe çfarë problemi ke ti me djalin? Ai sot është 14 vjeç. Po, është po. Allora, kur ka qenë në klasë 3, filloi jetu se ky deri se ka bërë 7 vjeç, babën e vetë ka bërë më tak. Se ai ka pas problemet e veta dhe nuk ishte shumë prezent. Edhe në atë moment kur au filloi të kenë kë ma prezent, filloi të mos me negju ma, i thashë hajde në shtëpi, jo nuk vi në shtëpi. Mos i fëmijët e pak moshës tim. Filloi të pas edhe probleme në shkollë, më mësime, nuk ngete me shku në shkollë. Problemet më të mëdha i kam pas për në klasën e 4 dhe në klasën e 5. Aq i vogël dhe ai të solli probleme. Kur themi probleme, çfarë problemesh? Pra, kur u lidh me babain e tij, filloi të dilte kundra jush. Po, nuk një qëta se gjë. Nuk se gjë, nuk arrisha ma me kontrolu mua si shto prind. Edhe filloi mos me shku në shkollë, filloi të nuk du vik shkollë, nuk du vik, e qoshat e shkolla mikte, me ashtë në telefon mësuse të hajde nuk ka në shkollë, ose ka i më deshte më këtëvi, me shku e marë, me që, ose në shpirë në shkollë. Janë në përgjëvare të një gjëte. Por, nuk kërkove ndihmën e babait të djalit në atë kohë që djali po sillte këto probleme? Se janë probleme serioze. Ja kam kërku, po nuk ishte prezent në dita si duhet. Nuk o kemë kort. E dashur, një fëmijë 10 vjeçar, mos të arrish do ta komandosh. Pse? Se, okej, kur është 14 vjeç, 15 vjeç, ka hyrë në adoleshent, dhe ndoshta fëmia të tjetërsohet në për hir të shoqërisë së keqe dhe nuk ke çfarë të bësh. Por ai ka qenë klasë 3, klasë 4. Ai ka atë zisë të në Shqipëni, ADHD. Ashtë një gjanjoz, si nuk falë. Ma shpjegon diagnozën e djalit konkretisht çfarë është? Ka probleme në shkollë, në mësime, nuk duhet se zba një mësuse, apo s'ta fatë që i shpjegon gjanat. Aftësia në të nxënë, aftësia në të nxënë. Po, edhe për shemë provokon. Ashtë ti edhe diagnoza ti, për shto banë ishte. Provokon. Me një se është e ka ma ose, kërë që vënë të të provoku, dhe vedit si mu sjallë me te. Po mirë, me ndihmën e psikologut, nuk kërkove ndihmë për djalin? Po, one kam në klasë, po ka kam në klasë të 5, kam shku, me kërku një të asistente sociale. Po. Se nuk arisha ma me kontrolu. Edhe kërkoha një, me sa në vetë e njëtën e parë me ka një mu. A shkot në rajnë, me ka një mu, me ka më i kru në shpi se folte me djallë, edhe folte me mu, si mu sjallë, si me fol me te. Më shumë, me ka një mu shumë. Edhe në momentin që se të dhe klasën e 4, edhe i thash sa do kja një psikiatrën, ta gjëra më një thash me që djallin spesor në shkollë, jo si rritë edhe në 4. E qartë, me orë të shkurtuara. Brava. Edhe unë e bona. Ja ndrova, bona ta që më kënë thonë, po këtë filloj prapë. Filloj mirë, dhe në vetoj, edhe pushimet e para, masi janë pushimet e para vitit e isë, filloj mas më shku ma në shkollë. Edhe ka një javë për shku në shkollë, filloj prapë në gjanët e veta, tuk jajt, ishte. Pa herë po që me të herë, dhe shë, se nuk të dhe me shku, ashtë më sa shpëllimi në klasë, më sa shpëllimi në mësuse, se mund të dole. E shë nuk t'i qafë, se dhe Tashu Bruna,
E kuptoj, u emocionove, është normale. Po flet për djalin tënd, vetëm një djalë ke. Jo, edhe vajzë. Ke sjell dhe një vajzë nga martesa e dytë. Është e kuptueshme. Je nën, ke dhimbje dhe nuk do ta shkosh fëmin në atë gjendje. Kush shosha e nën që kërkon ta shkoj fëmin në atë gjendje, por ke qenë vetme në atë kohë dhe në Itali keni jetuar në atë kohë. Po. Në Itali kam jetuar. Në çfarë vendi? Kam bërë në shkolla. Në çfarë vendi të Italisë? Në Milano. Në Milano. Por në momentin që ti flisje me djalin. Milano. Po, në Milano. Në momentin që ti flisje me djalin, sepse ndoshta djali përveç diagnozës që ti më the, mund të ketë edhe probleme të tjera që sillet ashtu, sepse një fëmijë klase 3 që i bie të jetë vetëm 8-9 vjeç, të refuzoj të shkojë në shkollë, të refuzoj të rri me shokët, do të thotë që ka disa probleme që duhen të zbulohen nga mjekët apo dhe nga psikologët e shkollës. Kur ti flisje vetë me djalin, ai për çfarë ta ankohesh? Pse nuk donte ai të shkojë në shkollë? Nuk e kam pas pyetje herën, nuk di sa pse u du. Po u du se më shkon në shkollë, po nuk di sa vuan. E qojtë në psikiatra, se më qena dhe shkolla, e qojtë në psikiatra, bani vizitat, shkojtë që mësuset që mësosh në lizu, ma në shpital, në gjithmonë. I kam pas tana që ishin më ba. Ta që më kanë thamë, një ba, një kam ba. Edhe në klasë 4 ishte viti ku nuk shko të shkolle, e si të speciale më qoven se i gjudice, në si të një shqip. Gjukata, në gjukat? Çështja kaloi në gjukat? Po, brava. Edhe shkova për asaj, mora avokate. Ma shpigo. Do më çfarë ndodhi që çështja kaloi në gjukat? Se fëmija nuk shkote në shkollë. Po, fëmija nuk shkonte në shkollë dhe mësuesët bën denoncimin dhe ti shkove në gjukat. E kuptova, e qartë, po? Po, edhe shkova atje, fola me avokatin tem, ishte edhe baba i djalit. U venon se unë do të filloj djali me marrë ilaçin, apo sa fakt për diagnozën e tij. Edhe e planova, se s'pata rrugë tjetër. Se o ishte me pranu, unë ta kishin marrë dhe me çunë komunitet. Por pse? Ku janë fëmijë. Po, pse ti refuzoi që djali të mjekojë nëse ai e kishte të nevojshme mjekimin? Jo, nuk e kam refuzoj, jo. Ta ke ndosh gjithmonë me marrë. Se për shembull unë kur dola për gjykatës, ma me avokatin, që më thaja, ja merën telefon dhe të reshën të përgjit djalin, edhe si dhe jasurën. Kur e në murën telefon edhe i thash, dhe bëja kontamentin të në marrë me fillu ilaçin për djallë, tha djallin sa ke lista për komunitetin. I thash vjetra se ka venu s'po kush që këtë gjallë. E dashu Bruna? Edhe... Në momentin që gjykata vendos që të heqi ty kujdestarin dhe fëmia i mitur të kaloj në një qendër, do të thotë që problemi qëndron tek prindrit. Do të thënë, pse ndodhi kjo gjë? Do të thënë, për çfarë ta akuzoi ty gjykata që djalin donte ta merrte nga ty, ta ndante nga nëna dhe ta çonte në një qendër? Jo. Asistente sociale e gjykata. Po, asistenta sociale ka bërë kërkesën. Sigurisht, ajo të ka denoncuar. Gjykata nuk e ka pranuar se aja gjyja nuk janë prova sa për me heksmin. Nuk ka sa prova sa me heksmin. Sa ti shko, sa bënja sa kuren, sa shmu ba kuren, ndroja shkollën, mora avokatin e ndru shkollën, se të sociale nuk një gjoshën më lanë nga ndru shkollën. E qartë. E më dhe që marë avokatin për me ndru shkollën. E kuptoj, ti fillove ta mjekoje djalin, i ndrove ambientin e shkollës, ndoshta do ecte më mirë. Çfarë ndodhi? Bravo. Kreç, filloj mirë, gjitha mirë, dhe ndëtër. E fillu me prepëve historinë si në klasë 4. Edhe të prepëve i herë në 24, me në falë. 2024 ishë në betër, kam pas në shku për të gjukata.
Po në atë moment nuk thash, se e pava që kishin shku, se unë nuk përgjisha kur shkollës, nuk ka marrë kur me fol me të asistente sociale, se unë ka marrë dhe kusë më kam thjetë, unë kam shku. Se më dhe shëmësu, se hajde se sa të kemë marrë asistente sociale të shkolla, hajde. Unë lesha punën edhe shkosha. Por në momenti që djali kishte të lloj sjellje, shkolla nuk merrte masa me një psikolog për ta ndihmuar, se djali ka patur nevojë për një kohë të gjatë për një psikologe, jo vetëm 1 ditë, 2 ditë dhe më pas ai bëhesh mirë dhe nuk trajtohesh me psikolog. Pra, diagnoza e tij ka dashur një kohë të gjatë që djali të trajtohesh me psikolog, të ishte në mbikëqyrje të një psikologu. Pse nuk ka ndodhur kjo gjë nga ana e shkollës? Se ndoshta ti si nën mund kesh dhënë maksimumin për ta çuar fëmijën në shkollë, por kur ai të ka refuzuar dhe ka shfaqur probleme, ndoshta mund të jetë bërë dhe i dhunshëm, nuk donte të vinte në shkollë, ti duhet të kërkoje ndihmë. E kam kërkuar ndihmë, po ndihmë që kam kërkuar ishte vetëm për se me kam ditë se ishte një shkollë, si shkote me është një fëmijë të shkolla, dhe që është në bërë detyrat, me lujt, e kupton, se thash, në sham një moni fije. Po të më shkollën vetëm kundër me jetë. E dashur Bruna, pse doli kundër asistenca sociale, kundër nënës? Nuk e di, për zotën, asë sot unë nuk e di. Por nuk e di se unë... Nuk të dha një shpjegim? Një psikiatra vete ashtë thoi jetë se fëmija është shumë i lidhur me ty. Po, normal se është i lidhur me mu, se qysh ditën si ka linë dhe sot vete mu pa po. Normal, edhe për ty mund të është i me të largu fëmijë, se është shumë i lidhur me ty. Kush është e fëmijës nuk në janë 32 vjeqe, edhe me lidhur me nënën. E dashur Bruna, çfarë ndodhi me djalin, ta kanë marrë? Jo, dhe ta mura me letër dhe 24 ishin, mura burin, njët, edhe edhe në zvitë. Që avokatën të me thash, thuj se nuk jam, se e heka rezidencën, heka tërmën. Edhe thanën, se avokati jam, nuk ka ma... Nuk përgjishë ju ma për djallë, se nuk jeton ma në Itali. Po, se i është vendosur, ke vajtu një shtet tjetër, po? Edhe ata, asistente sociale ke pas fut një avokat, për janë ma, se bate që ato shqimta. Zistime për një shqype. Po, të kuptoj. Ke marrë një avokat për asistente sociale dhe kur unë e lajmova atë ma prokurën në disë se unë kam ikë, atë kanë kërku se do të më sehen së të banë Itali. Aja gruja ka thonë jo, se fëmija nuk është në rezik, është më nërë në vetë. E nuk ka nevoj më kësë në Itali të rinë ato, po që se theja më në Itali, edhe vetëm më shku me po anonin dhe babën, e që se më nërë policia, ja që në fillë njoftimin në prokurës të në fëmive. Edhe më qëjnë policinë në shpi. Pra, le të themi që ti tashmë kërkohesh në Itali të rikthehesh me djalin, se kërkon asistenca sociale e cila e ka patur në vëzhgim djalin tuaj. Bravo. Ti u largu... Më kemë fut një program. E qartë, ti e larguar nga Italia, pse? Pse erdhe në Zvicër? Era leta se thash, o të pështoj fëmi, o ma marrë. Se ta nuk ta se deshin me mu, ta deshin me marrë fëmi, me fut një shtuit komunitet psikofarmë që, me mu shmilaqe. Pra, asistenca sociale po bësh gati ta merrte djalin tënd dhe ta çonte në një qendër për të kuruar. Bravo. Dhe arsyeja është që ti u largove vetëm për të shpëtuar djalin. Po. E qartë, mirë ke bërë, se je nën, dhe djalin e do afër vetes, por ndërkohë ata të kërkojnë, dhe frika jote më e madhe çfarë është? Që ti nuk kthehesh dot më në Itali. Jo, nuk ka se unë nuk du më kthej më në Itali. Po thënë,
du me kanë e lirshëm me shkuar po anarën teme, babën tem. Po nuk mund të shkoj te familja jeme se qëse në policia, më kam shku para 1 muajt me vranë, edhe na kanë ardhur policia. Po. Para të i vdeqëm se të vaj kortet policia sa janë të kërku. Në kuptan, se më kanë shku email policisë, ma janë karabinierë këto, e shatë posa në kanë shku ka prokura dhe minori, ma fmive. Unë ka rritë në kuptu që kam bë. Nuk kam bë që, se vetë aja gruja gjudi që thotë, fmija është me nanë, nuk ka në rëzit, është mirë. E qartë, është kuptueshme. Por baba i djalit si ka reaguar në gjithë të situatë? Asë gjë, a i ka jetën e vetë. Jo, po, sigurisht që ai ka jetën e vetë, edhe ti ke jetën tënde. Por aman atë fëmijë keni sjellur në jetë. Nuk kanë gjallë, këtë nuk ka bërë si gjë. Babai i djalit jeton në Itali? Po. Pse nuk i ke kërkuar ndihmë? Për ç'a? Për ti Nuk kanë mund kur asë gjë. Në fëmijën e kam rritë vetë, në familjen teme, me ndihmën e familjes teme. E qartë, e kuptoj. E kuptoj, po. Edhe shpët me gjithë lekë për flinë, se ojtë ki marë flinë, ke shku në Zvicër rrët e vetë. Në shtë të në Itali, në që lanë rrët e vetë. Qa duhet një më ti? Por sot që flasim të dyja, babai e telefonon djalin, djali flet me babai? E telefonon, po djali nuk edhe ka kuptu shumë, edhe nuk i përgjigje gjithmonë në telefon. E kanë raport një fjerë distancë, mua. E qartë, e dashur Bruna, por sot në Zvicër që ke një vit, si është situata e djalit? Është stabilizuar, shkon në shkollë, mund të më tregosh? Shkon pasë i kurs në Gjermanisht, për me mësuhen. Po. Po edhe bërë mësime, ka shku në shkollë, nuk thanë se s'ka pasë të momentit e veta, po dëroj 1 ditë, 2 maksimum, se nuk shkoj në shkollë. Po ma shumë ka shku se s'ka shku. A shqetsu edhe këj vetë. Se ku ka në tëmë dhe atje në Merano, të bëjë shemër, gjete ziljat e shpis, gjete dikosh, banët e policia, jo, nuk është policia. E kanë postranë shumë. Ka patur frikë nga policia? Po se aja në psikiatra e këtë që se nuk vjen në shkollë, në vjen të marrën. Dhe sa herë që binte zilja e shtëpisë ai trëmbë dhe thoshte po vjen policia. Po. Ose me të telefon dikush nuk e kisha regjistruar numrin, mos kanë shku me marrë motën. Janë shumë gjana se kam ta më mjetë qiko, qëtësona pak edhe mbajti qapër me të më këtë situatë. E kuptoj situatën pse ke lëvizur nga Italia dhe ke vajtur në Zvicër dhe ta uroj me zemër që gjërat të rregullohen dhe djali të rritet i shëndetshëm, ti kaloj të gjitha këto lloj probleme me ndihmën e mjekëve dhe psikologëve aty në Zvicër. Por aty në shkollë, në çfarë klase ka vajtur djali se i bie të jetë më the 14 vjeç? Tonë në Zvicër e kanë fyer 1 vjet mbrapa. E qartë, për shkak edhe të gjuhës, është e kuptueshme. Po, edhe në kush të në klasën e 6. Në klasën e 6, djali sa vjeç është? 13 banë dhe tërë. 13 vjeç, dhe 100 vjeç u bëftë të djali. Ndërkohë, besoj që ke folur aty me mësuesët për problemin që ka djali, diagnozën u a ke paraqitur? Po, peshala. Po, e din. Për t'ja sqaruar situatën që mos përsëritet e njëjta histori siç të ndodhi në Itali. Prandaj të pyeta, por ja ke sqaruar situatën. Po, ç'është ditën e parë. E dashur Bruna, ju keni pasur një avokat në Milano. Avokatin tuaj. Nuk e ke sqaruar avokatin që ndoshta nëse duhet të drejtohesh gjykatës, se asistenca sociale mund të denoncojë dhe mund të merre ndonjë vendim aty nga drejtësia italiane pa praninë tuaj, që mund të jetë
dëm për ty si nën dhe mund ta humbush atë fëmijë, e humb nëse ti shkel në Itali me fëmijën, se aty nuk vin do ta marrin fëmijën, kjo është e sigurt. Por nuk e folur me avokatin tënd për t'ia shpjeguar situatën që djali ndihet më mirë në Zvicër dhe është stabilizuar dhe ndoshta mund të drejtorësh gjykatës për ta mbyllur një herë mirë këtë çështje? Kam folur me avokatin, po më ka thënë se do të më prit paktën 2 vjet. Edhe nuk më siguron asgjë se mundet me më heq prej këtij programit. Sa mund të bëj vetëm provë, mas 2 vjet, po nuk më siguron asgjë. Jam ka thënë që është ditën e parë. Dhe 5 vite të tjera, sa djalit vej 18 vjeç, ti nuk e fut dot në Itali, se ta marrin. Jo. Automatikisht. Po. Por me ambasadën tonë në Rom, nuk e lidhur për të kërkuar ndihmë? Jo, nuk vetëm me avokat e me ty. Dhe me askën tjetër. Me askën tjetër. Kam bërë provë të jena, ma të programe në Itali, pas ma përgjysë për kosh, edhe e kam lanë edhe kam mikë. E kuptoj, ke dashur të lidhesh me një program paralel në Itali, e njoh ato program. E dashur Bruna, por bashorti juaj si sillet me djalin? Ndihet djali mirë me partnerin tuaj? Po, këta zoti shkoj mirë, a gjyshe mirë. Vajzën sa vjeç e ke? 6 vjeçe. 6 vjeçe. Besoj që djali është i lumtur që ka një motër. Po, ka e motër edhe i vlla për babit. Ka dhe një vlla për babi, që ngeni familje madhe dhe qofshi të lumtur. Por marrëdhëniet e djalit tënd me djalin e partnerit si janë? Jo, me djalin e babës vet. Ma në ka ana babës e pa vllanë. Po pra, si janë marrëdhëniet e djalit tënd me djalin e... Ja, është i vogël, a 1 vjeç, po nuk që thamë se a i knaqën se e ka i bëllë vogël. Ju e rrisni djalin e burrit? Jo, është djali e babës djalit, ma ish burrit. E ka... Ka motër edhe vlla. E kuptova, flet për babain biologjik, mendova të partnerit tuaj. Por dua të pyes, marrëdhënia e djalit me partnerin, më the është shumë e mirë. Ai thret baba, është shumë e rëndësishme kjo marrëdhënie mes të dyve. Jo, e thete me emër, Angelo. Sepse fakti që ti më the që asistenca sociale kërkoi të marrë djalin, patjetër që asistenca sociale ka nxjerrë disa pika që i është drejtuar gjykatës dhe ka kërkuar që të heqet ty kujdestarin. Që një kujdestarie i hiqet një nëne, kur ajo është e papërgjeshme, fëmia mund të jetë në rrezik, është një nënë që është përdoruese lëndëve narkotike, ka shumë pika që një nën i hiqet e drejta e kujdestarisë, gjë të cilat unë besoj ti nuk i ke. Absolutisht jo. S'kam asnjë penal, asnjë gjë. Unë kam mënu të nga njërët, edhe dhe sa të jam në shallë, të nga njërët kam mënu se njërë mjetë nuk e mungon asnjë gjë. Kam punu gjithmonë të shkruaj në orën 6 e mëroj njëse në orën 5 nëndjes. Vesh mos mungojnë asnjë gjë fëmijëve. Të besoj që bën gjithçka për të t'i patur fëmijët mirë dhe mos të mungoj asgjë. Por me djalin që është 13 vjeç sot, a ke folur, a ja ke treguar situatën, arrin ai të kuptojë që këto problemet mund të na çojnë që të ndahesh me të, ja ke sqaruar të situatë? E din, e kam diskutuar qysh në fillim, se ku erdhë në cena e diskutuar më për të qenë të i. Po. Edhe ai ishte i knaqën se të i, se të paktën nuk i ku për teje. Se ka di se që se shkojmë edhe i herë para gjykatës, a ishte sigur 100% se ta mërshëm. E vërtet. Unë ka një javë i qisë shtë kam i përpara. Aktualisht djali mjekohet, pi ilaçe? Jo. Nuk merr ilaçe? Ne, nuk merr ilaçe, dhe se kur i ka marrë në fillim, ka marrë 2 ilaçe ndrysh. Medicinet edhe tjetër,
kam të nuk më kujtohet. Pak rëndësi ka, edhe unë se i njoh. Nuk flete gjumë, nuk hate bukë. Nuk e ka në të kishe për një trupi, se kena pas fillu me marrë i tajlashë, nuk asë se kena fillu. Por aty mjekët, e ke vizituar djalin ndonjë psikiatër aty në Zvicër, ose e këshilluar në... Psikiatër të pediatra po, e din pediatra situacioni. Po, e di, çfarë të kanë thënë? A e kanë thënë se qëse të shkolla, se të flejtë shka bërë kurs, qëse të shkolla, se në kusht të në shkollën normale, me mësime, me të tana, qëse shofim se ka fështirë, edhe ka nevoj se zvam të këtë ilaqë, e fillojme që qenë të një psikiatra edhe shofim që ilaqët një vend. Se të lejtë shka bërë vetëm kurs. Ka bërë vetëm kurs dhe këtë gusht futet në klasë parë. Në klasë të 6, më falë, që fillon shkolla. Në klasë të 6, por e ke pyetur, a ka dëshirë të shkojë në shkollë, e ka marrë me qef? Po, ashtë, nuk më ka thënë gjama se s'du me shkua. Duket ma i qetë, ma ndrysh për si ka ka në Itali. Ka ndryshuar, le të themi, këtë një vit në Itali. Ka dëshira i të kthehet në Itali, në Milano, atje ku ishte? A i ka që me shku, se ka sprinte mije, ka dhe babën e vetë normal, babën e vetë shok, ka që me shku. Por, është e pamundur. Ja, Por baba i vetë, ke patur konflikte që pse u largove nga Italia dhe shkove në Zvicër? Unë kam atë affidamento esclusivo, ma mund të venose që shane. Pse kujdestarin totale të djalit e ke ti? Po. Por pse babai nuk ka të drejta... E ka atë, ashtë të njofën si baba, atë kanë po, dhe të kërë kur jena do, ishte gjithmonë në Shqipni, e se edhe problemet e veta ma si ka pas, unë kam pas ma kujdestarin këtë one. Për shkak se babai në atë kohë ka qenë në Shqipëri të jetojë në Italinë me djalin dhe gjykata italiane ta dha kujdestarin 100% ty. Pra, ti nuk ke problem të lëvizësh nga një shtet në një shtet, se nuk të duhet asnjë lloj prokure se e ke ti kujdestarin 100% të djalit. Po. Por gjithsesi si reagoi ai kur ti mbrite në Zvicër? Jo, ishte dakord. A di të vej situatën se ka thënë edhe këtë gjithmonë në asistencë sociale, ka kanë edhe këtë prezent. Edhe ka pas si ka kanë situatë dhe ka kanë dakord. E qartë, por ai ka qenë në mbrojtjen tënde momenti kur asistenca sociale ka dashur ta marrë djalin në Itali? Babai ka qenë në mbrojtje tënde apo ka dashur që fëmia të shkojë te asistenca sociale? Jo, ka dashur të unë o ai, fëmin. Po jo, me shkruetje, jo. Djali vërtet është rritur pa babain, por ka dashuri për babain. Po. Ndoshta tani nuk është momenti që ai ta takoj, por nëse babain e merr malli, mund të udhëtoj dhe të vi aty në Zyri, ta takoj të birin, për faktin që ti nuk shkon dot në Itali. Ja, ka. Ka ardhur dhe ka takuar dhe më vjen mirë që ka kontakte me të birin, sepse në këtë situatë në cilën ndodhet djali juaj padyshim që ka nevojë për më shumë dashuri. Po. E dashur Bruna, konkretisht e dashur Bruna, çfarë kërkon prej meje për të ndihmuar? Sepse ngjarja është zhvilluar në Itali dhe problemet i ke në shtetin italian. Pra ajo që kuptova unë është që ti nuk shkel dot në Itali me djalin tënd, të shkosh tek nëna, tek babai, sepse kërkohesh nga asistenca sociale dhe ajo të ka denoncuar. Unë vetëm me ditë, që mund bëj, për me një këti programe, se nëse me nëllë gjallë e kjoftë, po në anë së babit, o nuk mund t'iko. Edhe nuk mund të flëme në qa. Kuptoj. Ke telefonuar vetë asistencë sociale? Jo, vetëm kami.
që do tjetër. Kam vujt një avokat, ajo thua, do të më prit. E kuptoj, avokati ka thënë du të presësh 2 vite dhe më pas ti drejtoresh gjykatës, por ti pse nuk e merr guximin të flasësh vetëm asistencën sociale? Se vetëm vetëm të rrajnë, në gjithmonë kam, gjithmonë i kam respektu, gjithmonë kur kam pas mësirë hajde të zyra, unë kam shku. E fundit, në kjo nuk përgjizëm mësuesve, kjo nuk ka punu me ne, nuk ka bërë që ka thonë na, vetëm me marrë djalin. E kuptoj, por e dashur Bruna, nëse djali aty është mirë, shkon në shkollë dhe urojmë që gushti të nisi mbar për djalin tuaj, që të vesh çdo ditë në shkollë, ti doj shokët dhe shoqet, ti doj librat, të doj mësuesen. Nëse gjërat shkojnë mirë, djali shkon në shkollë, ti mund të marrësh një rekomandim, po e them me fjalë të thjeshta, nga mësuesja, e cila mund të shkruaj sjelljet e djalit, nga psikologja e shkollës, nga mjeku që e ndjek, dhe këto ti mund t'ja paraqitësh asistencës sociale në Milano të Italisë për t'i treguar që djali ka një jetë të shëndetshme aty në Zvicër dhe ndihet shumë mirë, sepse asistenca sociale nuk mund të detyroj ty ku do jetosh ti. Ti dëshiron të jetosh në Zvicër, në Austri, në Itali, në Shqipëri, nuk të pengon njëri. Por, duke ditur që ai fëmijë ka lindur në Itali dhe ti ke qenë në një proces dhe je larguar në momentin që ky proces nuk është mbyllur, unë të këshilloj që në momentin që djali fillon shkollën, ti nga mësuesi kujdestar, nga psikologja e shkollës, nga mjeku, të gjitha mund të marrësh këto rekomandime për t'ja nisur avokatit tënd që t'ja vënë në dispozicion asistencës sociale ose gjykatës, se nëse asistenca sociale të ka denoncuar dhe çështja ka vajtur në gjykat, ti duhet të mbrohesh dhe mbrojtja më e mirë është kur ti gjërat i fakton që djali është shumë mirë, ndiqet me psikolog, vazhdon shkollën, gjërat po ecin shumë mirë, ja vërteton të gjitha këto gjëra aty ku jeton ti në Zyri, që të mbrohesh në gjykat. Që kjo çështje të mbyllet sa më shpejt, sepse ty të intereson që kjo çështje të mbyllet dhe ti jesh e lirë, ti të udhëtosh me djalin e lirë dhe të vesh në Itali. Por gjithsesi, unë nuk dua që ti të trëmbesh dhe nuk ke pse qan, se djalin e ke pranë vetes dhe nuk ta merr njëri. E sigurt dhe që ke bërë mirë që ke ikur nga Italia për të shpëtuar djalin, ke bërë shumë mirë. Je treguar e zgjuar, e ke kuptuar që po vinte momenti që asistenca sociale do ta merrte dhe ke ikur, sepse fatkeqësisht e dashur Bruna, shumë nëna që kanë ardhur tek mua i kanë humbur fëmijët. Nga asistenca sociale në Itali, në Gjermani, në Francë, ua kanë marrë fëmijët dhe ata fëmijë pa mbushur 18 vjeç, ata prindër s'kan shanse t'i takojnë. Dhe të mendosh që fëmija 18 vjeç të rritet në një familje tjetër të birsohet, të ka harruar dhe nuk të njeh më si për prind. Kështu që ke bërë gjën e dur dhe ti je e lumtur për këtë dhe mos qaj më, se djalin e ke shumë mirë. Nuk e pse qan. Nëse djali do përkeqësohej, do ishte më keq, atëherë do të kuptoja që do qaje, por djali po përmirësohet dhe ky ndrimi i ambientit, ndrimi i vendit, ndoshta ka ndikuar pozitivisht tek ai dhe i ka bërë mirë, kështu që ti je e lumtur për këtë pjesë. Unë patjetër që do të ndihmoj, por të këshilloj, nëse avokati që ke nuk t'i jep një zgjidhje, ndroje. Mundohu të gjesh një avokat tjetër, do kesh dhe ndihmën tonë për të lidhur me ambasadën tonë në Rom dhe mundohu t'i faktosh gjërat që je shumë mirë në Zvicër, do të jetosh në Zyri dhe djali po ndjek një program dhe është shumë mirë aty. Nuk ka pse të shkoj prapë në Milano. Në bëjtën të gjona. Patjetër. Unë do flas edhe me avokatët tanë në Shqipëri, të cilët nuk e kanë licencë për në Itali, po i njohin mirë, padyshim ligjet aty, sepse nga rastet që kanë patur janë detyruar të njohin edhe ligjet në shtetin italian. Unë do flas, ndoshta mund të marrin ndonjë këshill ligjore më të vlefshme nga ata, për të folur të dyja sërish në privat, por mos u dorëzo dhe mos u tromb fare. Ja. Ti pas ke luftuar kaq shumë. Vetëm du me kanë ndjeshëm, se s'kam bërë gjë. Të kuptoj. A kupton? Nuk kam bërë gjë tjetër, se kisha marrë gjë tjetër. E ka drejt ligji me ndjek, mos më nda me bërë që du, ka drejt. Unë s'kam bërë gjë. Unë kam mëndu të hënjët e botës me një muslimite.
E kuptoj, por sipas asistencës sociale ke shkelur ligjin, ke qenë në një proces aty që djali ndiqej dhe ti e larguar në drejtim të paditur pa lënë një adresë. Ata e marrin të mirëqen këtë gjë dhe është e kuptueshme kjo gjë. Por mos qajmë, nuk dua të shkoj me lot. Ja. Të uroj të jesh një nënë e lumtur, ata fëmijët u bëfshin 100 vjeç, të bëfshin krenare ty si nën dhe do mbetemi të dyja në kontakt të dashur dhe të uroj gjithë të mirat. Shumë faleminderit për të jetë. Mirë, se po të shkon vonë dhe për punë, je në stacion aty, stacion treni ishte. Po, më të shkojnë qenën. Edhe do shkosh në punë, kështu që të përshëndes dhe mbetemi në kontakt të dashur. Mirupafshim, shumë faleminderit. Mirupafshim, Robina. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë kam thyer tradit, jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.